Si të dalloni me një truk të thjesht mandarinat e mira nga ato të këqija? Shikoni koren, të hollë, të tendosur dhe paksa të shndritshme. Mënyra më e lehtë për të njohur një mandarinë të mirë është lëkura e saj. Lëvorja ideale është e hollë, e tendosur dhe e lëmuar. Pa njolla jeshile ose kafe. Shmangni mandarinat me lëkurë të rrudhur ose të fryrë që ndahet nga tuli. Kjo do të thotë që fruti është i vjetër dhe ka humbur lëngshmërinë e tij. Madhësia dhe aroma zbulojnë ëmbëlsinë. Mandarinat e vogla deri në të mesme janë shpesh më të ëmbla sepse kanë një përqindje më të lartë sheqeri krahasuar me ujin, ndërsa ato më të mëdhat janë zakonisht të ujshme dhe të buta. Nëse keni mundësi, nuhatni mandarinën nga kërcelli. Aroma intensive e agrumeve do të thotë se është e freskët. Mandarinat nuk piqen pas korrjes. Ndryshe nga disa fruta të tjera, mandarinat nuk piqen pas vjeljes. Nëse mblidhen shumë herët, ato do të mbeten të forta dhe të tharta, pavarësisht se sa gjatë qëndrojnë në pritje.